Në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, një teleskop orbital po regjistron diçka që shkencëtarët e NASA se dinë prej dekadash, por rrallë e diskutojnë publikisht. Çdo ditë, dielli ynë bëhet më i ndritshëm, jo në mënyrë dramatike, jo në mënyrë që ju ta vini re nesër në mëngjes, por me një përpikri matematikore që e bën të pashmangshme, çdo 1 miliard vjet, i lëza jon rrit shkëlqimin me 10%. Kjo nuk është teori. Kjo nuk është spekulim. Kjo është fizik bërthamore e pastër, e shkruar në vet ADN në yjeve. Dhe kjo do të thotë se toka ka një afat kohor të saktë, një datë skadimi, një moment kur oqeanet do të fillojnë të vllojnë, atmosfera do të shpërbëhet dhe çdo gjë që njihni si jetë do të bëhet e pamundur. Në vitin 2005, një grup astrofizikanësh në Institutin e Shkencave Hapësinore në Baltimore analizuan të dhënat nga misioni Kepler. Ata po studionin yjet e ngjashëm me diellin në faza të ndryshme të evolucionit. Ajo që zbuluan nuk ishte befasuese për shkencëtarët që kuptojnë fizikën stelare, por ishte tronditse në implikacionet e saj. Çdo yll, si dielli ynë, kalon nëpër një proces të parashikueshëm të rritjes së shkëlqimit. Kur hidrogjeni në bërtham zhdurohet në helium, presioni rritet, temperatura rritet, reaksionet bërthamore intensifikohen dhe lëza bëhet më e ndritshme. Kjo nuk është një anomali, kjo është cikli jetësor normal i një illi të tipit G. Dielli ynë ka 4 miliardë 600 milion vjet. Kur lindi, ishte rreth 70% më pak i ndritshëm se sot, dhe do të vazhdojë të ndriçojë derisa të konsumohet plotësisht. Por këtu është detaji që NASA ja e di shumë mirë. Nuk kemi nevojë të presim deri në fund të jetës së diellit. Nuk kemi nevojë të presim 5 miliard vjet kur do të fryhet në një gjigant të kuq. Afati vjen shumë më shpejt. 1 miliard e 100 milion vjet nga tani, rritja 10% e shkëlqimit do të jetë mjaftueshme për të ndryshuar rrënjësisht klimën e tokës. Jo gradualisht, jo në mënyrë që jeta të përshtatet, por në mënyrë katastrofike. Imagjinoni një eksperiment mendor të thjeshtë. Merrni temperaturën mesatare aktuale të tokës, 15 gradë Celsius. Tani shtoni 10% më shumë energji diellore. Kjo nuk do të thotë vetëm 10% më shumë nxehtësi. Sistemi klimatik i tokës nuk funksionon në mënyrë lineare. Ekziston diçka që shkencëtarët e quajnë efekti i shtëpisë së xhamit në vrap. Kur temperatura rritet, më shumë ujë avullon nga oqeanet. Avulli i ujit është vetë një gaz ser, shumë më i fuqishëm se dioksidi i karbonit. Më shumë avull do të thotë më shumë nxehtësi. Më shumë nxehtësi do të thotë më shumë avullim. Është një cikël që përshpejton vetë. Dhe në një pikë kritike, procesi bëhet i pakthyeshëm. Në vitin 2013, shkencëtari planetar James Casting nga Universiteti Shtetëror i Pensilvanis publikoi një studim që llogariste saktësisht këtë pikë kritike. Ai e quajti kufirin e brendshëm të zonës së banueshme. Është distanca minimale nga një il ku një planet me ujë mund të mbajë oqeanet e lëngshme. Për diellin ton, ky kufi ndodhet rreth 95 milion kilometra. Toka sot është rreth 150 milion kilometra larg. Por dielli po bëhet më i ndritshëm dhe kufiri po lëviz. Jo toka, kufiri. Brenda 1 miliard e 100 milion vjetësh, toka do të gjendet brenda këtij kufiri. Dhe kur kjo ndodh, oqeanet do të fillojnë të avullojnë në mënyrë të pakontrollueshme. Mendoni për Venusin, planeti ynë fëqin ishte dikur i ngjashëm me tokën. Shkencëtarët besojnë se kishte oqeane, kishte një atmosferë të ngjashme. Por Venusi është vetëm 40 milion kilometra më afër diellit, dhe kjo diferencë ishte e mjaftueshme. Sot, temperatura e sipërfaqes së Venusit është 470 gradë Celsius. Presioni atmosferik është 90 herë më i madh se ai i tokës. Rreth janë acid sulfurik. Çdo gjurmë uji është zhdukur në hapësirë. Venusi nuk është një botë e vdekur sepse diçka shkoi keq. Është një botë e vdekur sepse ishte pak më afër illit të saj. Dhe toka po lëviz drejt të njëjtit fat. Jo fizikisht, por sepse dielli po vjen drejt saj me shkëlqim. Tani, le të flasim për atë që do të ndodh hap pas hapi, jo në terma abstrakte, por me detaje konkrete që shkencëtarët kanë modeluar në superkompjuterët e tyre. Faza e parë fillon rreth 800 milion vjet nga tani. Temperatura mesatare globale do të fillojë të rritet në mënyrë të ndjeshme.
zonat ekuatoriale do të bëhen të pabanueshme, shkrettirat do të zjerohen, por jeta do të vazhdoj. Njerëzit, nëse ende ekzistojnë, do të migrojnë drejt poleve, qytetet do të ndërtohen në Arktik dhe Antarktid, bujqësia do të zhvendoset në veri dhe jug. Kjo nuk do t'jetë fundi. Do t'jetë fillimi i përshtatjes. Por pastaj vjen faza e dytë. Rreth 950 milion vjet nga tani, diçka kritike do të ndodhë me ciklin e karbonit. Toka ka një termostat natyral. Kur temperatura rritet, shkëmbin silicat reagojnë me dioksidin e karbonit në atmosferë. Kjo reakcion heq CO2 nga ajri dhe e depozon në shkëmbin. Kur temperatura bie, vulkanet e lëshojnë përsëri. Është një ekuilibër që ka mbajtur tokën të banueshme për miliarda vjet. Por kur bëhet shumë nxehtë, ky proces shpejton. Më shumë shi, më shumë gërryerje, më shumë CO2 hiqet nga atmosfera. Dhe këtu është paradoksi i çuditshëm. Bimët kanë nevojë për dioksid karboni për fotosintetize. Kur nivelet bien në një kufi kritik, rreth 150 pjesë për milion, fotosinteza C3 bëhet e pamundur. Kjo përfshin shumicën e pemëve dhe bimëve që njihni. Pyjet do të vdesin, jo nga nxehtësia, por nga uria për karbon. Disa bimë, ato që përdorin fotosintetizën C4, do të mbijetojnë pak më gjatë. Misri, sheqerbetja, disa lloje barishte. Por edhe ato kanë një kufi. Kur CO2 bie në 10 pjesë për milion, edhe fotosinteza C4 ndalet. Dhe në atë pikë zinxhiri ushqimor kolapson. Herbivorët vdesin, karnivorët vdesin. Ekosistemi i tokës, i ndërtuar mbi miliarda vjet evolucioni, shpërbëhet brenda disa milion vjetësh. Vetëm mikroorganizma do të mbeten, bakteret që nuk kanë nevojë për oksigjen, arkeat që jetojnë në kushte ekstreme. Jeta do të tërhiqet në vendet e fundit të refugjit, thellësitë e oqeaneve, shpellat nëntoksore, qarjet hidrotermale në fund të detit. Por edhe këto refugje kanë një afat, sepse faza e tretë është më brutale. 1.100 milion vjet nga tani, temperatura mesatare globale do të arrijë rreth 50 gradë Celsius. Oqeanet do të fillojnë të vllojnë, jo në mënyrë figurative. Fjalë për fjalë, uji do të avullohet në atmosferë me shpejtësi që të i kalon çdo gjë që kemi parë në historinë e tokës. Avulli i ujit do të mbush qiellin. Shtresa e ozonit do të shkatërohet në rrezatimi ultraviolet. Dhe pastaj, ndodh diçka që shkencëtarët e quajnë fotoliza. Molekulat e ujit në atmosferën e sipërme do të thyen nga rrezatimi diellor. Hidrogjeni duke qenë i lehtë do të shpëtojë në hapësirë. Oksigjeni do të reagojë me shkëmbinjt dhe gradualisht oqeanet do të zhduken. Jo në liqene, jo në pellgje, plotësisht. Kjo nuk është shkencë fantastike. Kjo është ajo që ndodhi me Venusin. Dhe shkencëtarët kanë gjetur prova. Në vitin 2017, sonda Parker Solar Probe e NASA-s filloi të studiojë erën diellore. Ata zbuluan se dielli po humbet masë me shpejtësinë e 1 milion ton në sekond. Por kjo nuk është vetëm plazma, është edhe hidrogjeni që dikur ishte pjesë e ujit në planetet e brendshëm. Venusi po humbet ujin e tij në hapësirë edhe sot. Dhe toka do të ndjek të njëjtin rrugë. Imagjinoni atë botë, 1.200 milion vjet nga tani. Sipërfaqja e tokës është një shkretëtirë e thatë e qarë nga nxehtësia. Temperatura ditore arrin 100 gradë Celsius. Nata sjell pak lehtësim, por jo shumë. Nuk ka re, nuk ka shi. Atmosfera është kryesisht azot dhe dioksid karboni, me gjurmë oksigjeni që reagon ngadalë me shkëmbinjtë e oksiduar. Qielli nuk është në blu, është një ngjyrë portokalli të zbeth e mbushur me pluhurin që errat e forta ngren nga sipërfaqja e shterp. Nuk ka zog, nuk ka insekte, nuk ka tingull. Përveç erës që ullon nëpër kanionet e thata ku dikur rrjedhin lumenjt, nën toka do të jetë vendi i fundit i jetës. Kilometra poshtë sipërfaqes ku temperatura është ende e tolerueshme, bakteret ekstremofike do të vazhdojnë të ekzistojnë. Ato do të marrin energji nga reaksionet kimike midis shkëmbinjve dhe ujit të mbetur. Por edhe ky ujë po thahet. Çdo vit, më shumë molekula uji arrin sipërfaqen në përtëcara dhe avullojnë. Procesi është i ngadalt, por i pashmangshëm, dhe në një pikë edhe rezervat më të thella nëntoksore do të shterojnë.
Shkencëtarët kanë një term për këtë gjendje përfundimtare, e quajnë tokë nxehtë e lagësht. Nuk është një emër poetik, është një përshkrim teknik i një planeti që ka humbur aftësinë për të rregulluar temperaturën e tij. Është një botë ku efekti i shtëpisë së xhamit ka shkuar jashtë kontrollit, ku atmosfera është aq e ngopur me avull uji, saqë rrezatimi infra i kuq nuk mund të shpëtojë në hapësirë. Energjia diellore hyn, por nuk mund të dalë. Dhe temperatura vazhdon të rritet derisa çdo gjë në sipërfaqe të shkrihet ose të djegë. Por këtu është pyetja që NASA-ja e di se publiku do të bëjë. A mund të bëjmë diçka? A mund ta shpëtojmë tokën? Dhe përgjigjja është kompleks. Në teori, po. Nëse njerëzimi mbijetën edhe 1 miliard vjet, teknologjia do të jetë aq e avancuar sa sot nuk mund ta imagjinojmë. Disa shkencëtarë kanë propozuar ide. Një është të ndërtosh një mburojë gjigante në hapësirë midis tokës dhe diellit. Një parasol orbital që bllokon një pjesë të rrezatimit. Kjo do të kërkonte materiale me masën e një asteroidi të vogël. Do të kërkonte inxhinieri në shkallë që e bën piramidat e Gizës të duken si kulla rëre, por fizikisht nuk është e pamundur. Një ide tjetër është të lëvizësh tokën. Fjalë për fjalë, të ndryshosh orbitën e planetit ton për ta larguar nga dielli. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por disa astrofizikanë e kanë marrë seriozisht. Një metodë do të ishte të përdorësh takime të përsëritura me një asteroid të madh. Çdo herë që asteroidi kalon afër tokës, graviteti i tij do të jepte një shtys të vogël. Mbi miliona vjet, këto shtytje do të akumuloheshin. Toka do të lëvizte gradualisht në një orbit më të largët. Llogaritë tregojnë se kjo është teorikisht e mundur, por do të kërkonte kontroll të përsosur mbi trajektorinë e asteroidit. Një gabim i vogël dhe asteroidi mund të godas tokën duke shkaktuar shkatërrimin që po përpiqemi të shmangim. Një qasje e tretë është më radikale, të braktisësh tokën plotësisht, të ndërtosh habitat orbital ose të kolonizosh planet të tjerë. Marsi është një kandidat i dukshëm, por edhe Marsi ka problemet e veta. Nuk ka fushë magnetike për të mbrojtur nga rrezatimi kozmik. Atmosfera është shumë e hollë. Temperatura mesatare është 60 gradë Celsius nën zero. Por me teknologji të mjaftueshme, Marsi mund të terraformohet, mund të ngrohet, mund të shtohet atmosferë, mund të bëhet i banueshëm. Dhe kur toka bëhet shumë e nxehtë, Marsi mund të jetë në zonën e banueshme. Ironia është e hidhur. Planeti që sot është shumë i ftohtë, mund të jetë shpëtimi ynë kur toka bëhet shumë e nxehtë. Por të gjitha këto zgjidhje supozojnë diçka të madhe, që njerëzimi do të ekzistojë ende, që qytetërimi ynë do të mbijetojë mjaftueshëm gjatë për të arritur atë nivel teknologjie. Dhe kjo nuk është e garantuar. Shikoni historinë e jetës në tokë. 5 shkatërime masive. Dinosaurët sunduan për 160 milion vjet dhe u zhdukën nga një asteroid. Njerëzit modern kemi ekzistuar vetëm për 300.000 vjet. Qytetërimi ynë me shkrim dhe qytete është vetëm 6.000 vjet. Në shkallën kohore të tokës jemi një vezullim, një moment, dhe supozimi se do të jemi këtu për 1 miliard vjet të tjera kërkon një optimizëm që historia nuk e mbështet. Megjithatë, ka diçka thellësisht njerëzore në të menduarit për këto shkallë kohore. Në të planifikuarit për një të ardhme kaq të largët, sa mendje jon mezi mund ta kuptoj. 1 miliard vjet. Nëse do ta kompresoni gjithë historinë e tokës në 24 orë, njerëzimi do të shfaqej në 3 sekondat e fundit para mesnatës. Dhe 1 miliard vjet në të ardhmen do të ishte një ditë tjetër e plot. Një cikël tjetër i plot i diellit dhe natës në këtë metaforë. Është një shkallë që e bën çdo shqetësim të përditshëm të duket i parëndësishëm, por gjithashtu na kujton se çdo gjë ka një fund. Dhe këtu është detaji që shkencëtarët e NASA-s e diskutojnë rrallë në publik, por e din shumë mirë. Data e saktë. 1 miliard e 100 milion vjet nga tani nuk është një vlerësim i parafort. Është një llogaritje e bazuar në modele të detajuara të evolucionit stellar. Shkencëtarët dimë saktësisht sa shpejt dielli po konsumon hidrogjeni e tij. Dimë saktësisht si kjo ndikon në shkëlqimin, dimë saktësisht kur temperatura e tokës do të kalojë pikën kritike. Marci i gabimit është vetëm disa vjetra milion vjet. Në terma kozmike, kjo është saktësi e jashtëzakonshme.
Është si të dish jo vetëm vitin kur lo të vdesh, por edhe muajin. Pse NASA-ja nuk e diskuton këtë më hapur? Pse nuk është në titujt e lajmeve? Pjesërisht sepse është shumë larg. Truri ynë nuk është i dizajnuar të shqetësohet për kërcënime 1 miliard vjet larg, kur kemi probleme që kërkojnë vëmendje sot. Ndryshimi klimatik, luftrat, pandemit. Këto janë emergjenca të tashme. Por gjithashtu sepse është deprimuese. Njerëzit duan të besojnë se toka është e përjetshme, që pavarësisht se çfarë bëjmë, planeti do të jetë këtu. Por e vërteta është se toka ka një datë skadimi, dhe ajo datë është e shkruar në ligjet e fizikës, jo në zgjedhjet tona. Megjithatë, ka një ngushëllim të çuditshëm në këtë njohuri. Nëse njerëzimi mbi jetën edhe 1 miliard vjet, do të kemi arritur diçka të jashtëzakonshme. Do të kemi kalluar çdo provë që universi mund të na hedhë. Asteroid, supervulkane, ndryshime klimatike, luftëra bërthamore, inteligjenca artificiale që shkon keq. Nëse jemi ende këtu pas gjithë kësaj, do të jemi një qytetërim aq i avancuar sa sot do të dukeshim si perëndi për ta. Dhe një qytetërim i tillë nuk do të pranojë thjesht fatin e tokës. Do të gjejë një mënyrë për të mbijetuar. Qoftë duke lvizur planetin, duke ndërtuar botë të reja, apo duke migruar në yje të tjerë. Por kjo kërkon të menduarit në shkallë kohore që qytetërimi ynë aktualisht nuk e praktikon. Mendojmë në mandate 4 vjeçare, në raporte 3 mujore, në cikle lajmesh 24 orëshe. Ndërtojmë ndërtesa që durojnë disa dekada, planifikojmë infrastrukturë për një shekull nëse jemi ambicioz. Por 1 miliard vjet? Kjo kërkon një ndryshim themelor në mënyrën se si mendojmë për të ardhmen. Kërkon të shohim veten jo si qëllimin përfundimtar të evolucionit, por si një hap në një udhtim shumë më të gjatë. Dhe kjo na çon në një pyetje më të thellë. Çfarë do të thotë të dish se bota jote ka një fun? Jo një fun i paqartë në një të ardhme të largët, por një datë specifike, të llogaritshme. A ndryshon kjo mënyrën se si duhet të jetojmë? A na bën përgjegjës për të menduar më gjatë, për të planifikuar më tej, për të investuar në një të ardhme që ne, personalisht, nuk do ta shohim kurrë? Apo a na liron për të jetuar në momentin e tanishëm, duke ditur se në fund edhe yjet vdesin? Në vitin 1968, një astrofizikan i ri në Universitetin e Cambridge-it po shqyrtonte ekuacionet e evolucionit stellar kur vuri re diçka që e bëri të ndalojë. Emri i tij ishte Donald Clayton. Ai po llogariste se si yjet transformojnë elementet e lehta në të rënda. Hidrogjeni në helium, heliumi në karbon, karboni në oksigjen. Ishte një zinshir i bukur, elegant, i parashikueshëm, por pastaj arriti në hekur, dhe zinshiri u ndërpre. Hekuri është elementi ku fuzionimi bërthamor nuk lëshon më energji, është fundi i rrugës. Çdo element më i rëndë se hekuri kërkon energji për t'u krijuar në vend që të lëshojë energji. Kjo do të thotë se yjet nuk mund t'i prodhojnë, jo në kushte normale, jo në bërthamën e tyre. Dhe megjithatë, universi është plot me elemente më të rënda se hekuli. Ari që mbani në gisht, urani që fuqizon në reaktorët bërthamor, plumbi që mbron nga rrezatimi. Të gjitha këto elemente ekzistojnë, por nuk mund të krijohen nga yjet normal. Clayton kuptoi se kishte vetëm një shpjegim: supernova. Kur një yll masiv shpërthen, për disa sekonda temperatura dhe presioni janë aq ekstreme sa çdo reakcion bërthamor bëhet i mundur. Elementi pas elementi krijohet në një kaskadë të shpejtë dhe pastaj shpërndahet në hapësirë. Çdo atom ari në unazën tuaj u krijua në shpërthimin e një ylli që vdiq para se dielli i të lindë. Kjo nuk është poezi. Kjo është origjina juaj atomike. Por këtu është detaji që Clayton e kuptoi dhe që ndryshoi mënyrën se si shkencëtarët mendojnë për kohën. Procesi i krijimit të elementeve ka një histori, një kronologji, një sekuencë që mund të lexohet si një libër. Universi i hershëm, 3 minuta pas Big Bang, prodhoi vetëm hidrogjeni dhe helium, asgjë tjetër. Yjet e parë, që lindën 100 milion vjet më vonë, ishin të pastër, pa metale, pa karbon, pa oksigjen. Kur ata vdiqën, pasuruan hapësirën me elementet e para të rënda.
Yjet e dytë që lindën nga kjo re e pasuruar kishin pak më shumë llojshmëri. Dhe kështu me radhë, gjenerata pas gjeneratash. Çdo gjenerat yjesh duke shtuar një shtresë të re kompleksiteti. Dielli ynë është një yll i gjeneratës së tretë, ndoshta edhe i katërt. Kjo do të thotë se çdo atom në trupin tuaj ka kaluar në për të paktën 2 yje të tjerë para se të bëjë pjesë e jush. Jeni fjalë për fjalë pluhur yjesh. Por jo çdo pluhur. Pluhur i ricikluar. Pluhur me histori. Dhe kjo histori ka një drejtim, një shigjet kohe. Universi po bëhet gradualisht më i pasur me elemente të rënda, më kompleks, më të aftë për të mbështetur strukturat që ne i quajmë jetë. Por ky proces ka një kufi, një pikë ku ligjet që e bëjnë të mundur fillojnë të prishen. Në vitin 2001, një grup astrofizikanësh në Institutin Teknologjik të Kalifornisë publikoi një studim që llogariste se sa gjatë mund të vazhdojë ky proces. Sa kohë do të ketë ende yje që lindin, Jetojnë dhe vdesin. Sa kohë do të ketë ende energji për të krijuar kompleksitet? Përgjigja ishte trondice në shkallën e saj. 100 trilion vjet. Jo 100 miliard, 100 trilion. Një me 14 zero pasaj. Për ta vënë këtë në perspektivë, universi sot ka 14 miliard vjet. Nëse do ta kompresonit gjithë historinë e universit deri tani në një vit, 100 trilion vjet do të ishin 7 milion vjet. Jemi në mëngjesin e parë të janarit, dhe yjet do të vazhdojnë të lindin deri në vitin 7 milion. Kjo është shkalla kohore ku universi funksionon, por këtu është kteza. Edhe brenda kësaj shkalle të paimagjinueshme, ka momente kritike. Pika ku gjërat ndryshojnë rrënjësisht. Dhe një nga ato pika është saktësisht ku ndodhet toka tani. 1 miliard e 100 milion vjet nga tani. Le të zbërthejmë pse ky moment është aq kritik. Jo vetëm për tokën, por për vetë konceptin e jetës në univers. Shkencëtarët e quajmë zonën e banueshme. Është rajoni rreth një ylli ku temperatura lejon ujin e lëngshëm. Jo akull, jo avull, lëng. Sepse jeta, të paktën jeta siç e njohim, kërkon ujë të lëngshëm. Kërkon një tretës ku molekulat mund të lëvizin, të bashkohen, të formojnë strukturat komplekse që ne i quajmë qeliza. Por zona e banueshme nuk është statike. Lëviz, ndryshon. Sepse ylli në qendër, po ndryshon. Kur dielli lindi 4 miliard e 600 milion vjet më parë, zona e banueshme ishte më afër. Marsi ishte potencialisht brenda saj. Toka ishte në skajin e jashtëm. Por ndërsa dielli u bë më i ndritshëm, zona u zhvendos. Marsi u bë shumë i ftohtë. Toka u bë ideale. Venusi që dikur ishte në kufi u bë shumë i ngjehtë. Dhe tani, zona po vazhdon të lëviz. Drejt jashtë. Larg dielit. Jo sepse dielli po lëviz, por sepse po bëhet më i ndritshëm. Dhe toka që ka qëndruar në vend për 4 miliard e 600 milion vjet, po afrohet me kufirin e brendshëm. Imagjinoni një rrip të ngushtë në hapësirë, një unaz rreth diellit ku kushtet janë të sakta. Jo shumë nxehtë, jo shumë ftohtë. Toka ka qenë brenda këtij rrip për gjithë historinë e jetës, por rripa po të kurret, kufiri i brendshëm po vjen më afër. Dhe kur toka e kalon atë kufi, nuk ka kthim mbrapa. Ky nuk është një proces gradual ku jeta ngadalë përshtatet. Është një prag, një pikë kritike, një moment ku sistemi kalon nga një gjendje qëndrueshme në një gjendje tjetër, krejtësisht të ndryshme. Shkencëtarët e quajnë këtë një tranzicion faze. Është e njëjta fizikë që e bën ujin të vlojë. Mund ta ngrohni ujin nga 0 grad në 99 grad dhe do të mbetet lëng, por në 100 grad do të diçka fundamentale. Molekulat fitojnë mjaftueshëm energji për të thyer lidhjet që i mbajnë së bashku, dhe uji bëhet avull. Jo gradualisht, papritur. Toka po afrohet me një tranzicion të ngjashëm faze, dhe shkencëtarët e dinë saktësisht kur do të ndodhë sepse kanë parë të njëjtin proces në vende të tjera. Në vitin 2015, teleskopi Kepler zbuloi një planet të quajtur Kepler 712b. Është një planet shkëmbor, pak më i madh se Toka, që orbitullon një il pak më të vjetër se dielli. Dhe është saktësisht në kufirin e brendshëm të zonës së banueshme.
Shkencëtarët e studiuan me kujdes matën, temperaturën e sipërfaqes, analizuan spektrin e atmosferës dhe zbuluan se planeti është në mes të një vdekjeje të ngadaltë. Atmosfera po humbet në hapësirë. Oqeanet, nëse ndonjëherë ekzistuan, janë zhdukur. Sipërfaqja është një shkretire nxehtë e ngjashme me Venusin. Ky planet është një pasqyrë e asaj që toka do të bëhet, jo një analogji, jo një krahasim i përafërt, por një parashikim i saktë i bazuar në të njëjtat ligje fizike. Dhe këtu është detaji që e bën këtë edhe më të frikshëm. Procesi ka filluar tashmë, jo në mënyrë dramatike, jo në mënyrë që ta vini re, por në nivelin molekular, në kufijtë e sipërm të atmosferës, toka po humbet ujë. Çdo ditë rreth 100 ton ujë shpërthen nga atmosfera e sipërme dhe shpëtojnë në hapësirë. Kjo nuk tingëllon shumë. Oqeanet përmbajnë 1 miliard e 400 milion kilometra kub ujë. 100 ton në ditë është një pikë në oqean, fjalë për fjalë. Por procesi po përshpejton. Në vitin 2019, sateliti Maven i NASA-s mati shkallën e humbjes së ujit nga Marsi. Zbuloi se Marsi po humbet rreth 100 gram ujë në sekond, jo në ditë, në sekond. Kjo është rreth 3 ton në vit, dhe Marsi ka humbur ujë me këtë shpejtësi për miliarda vjet. Dikur kishte oqeane. Tani ka vetëm akull në polin verior dhe gjurma vulli në atmosferë. Toka po ndjek të njëjtën rrugë, vetëm ngadalë, sepse ende kemi një fushë magnetike që na mbron nga era diellore. Ende kemi një atmosferë të trashë që mban molekulat e ujit, por këto mbrojtje nuk janë të përjetshme. Fusha magnetike e tokës po dobësohet. Shkalla aktuale e dobësimit është rreth 5% në shekull. Nëse kjo vazhdon, brenda 2000 vjetësh, fusha mund të jetë aq e dobët sa era diellore do të fillojë të gërryjë atmosferën. Dhe pa atmosferë, uji do të avullohet drejt për drejt në hapësirë. Por edhe pa këtë, rritja e shkëlqimit të diellit është e mjaftueshme. Brenda 1 miliard vjetësh, temperatura do të jetë aq e lartë sa procesi i humbjes së ujit do të bëhet eksponencial. Çdo vit, më shumë ujë do të humbash se vitin e kaluar. Çdo dekadë, shkalla do të dyfishohet. Dhe në një pikë, brenda disa milion vjetësh, oqeanet do të zhduken. Tani, le të flasim për atë që kjo do të thotë për vetë konceptin e jetës. Jeta në tokë ka ekzistuar për 3 miliardë 800 milion vjet, nga bakteret e para deri te qenijet njerëzore. Çdo formë jete ka qenë e bazuar në të njëjtën kimik themelore, ADN, proteina, qeliza me membrana lipidike, metabolizëm që përdor ujë si tretës. Kjo nuk është një zgjedhje arbitrare. Uji ka veti unike që e bëjnë ideal për jetën. Është një tretës polar që mund të tretet si përbërje polare, ashtu edhe jo polare. Ka një nxehtësi specifike të lartë që e bën të shkëlqyer për të reguluar temperaturën. Ka tension sipërfaqësor që lejon transportin e lëngjeve nëpër strukturat biologjike dhe ekziston në gjendje të lëngshme në një gamë të gjerë temperaturash. Shkencëtarët kanë spekuluar për forma alternative të jetës. Jeta e bazuar në silikon në vend të karbonit. Jeta që përdor amoniak në vend të ujit. Jeta që ekziston në temperatura shumë të ulta ku metani është i lëngshëm. Por të gjitha këto janë teorike. Çdo formë jete që kemi zbuluar ndonjëherë, në çdo cep të tokës, nga burimet hidrotermale në thellësinë e oqeaneve, deri te bakteret në shkëmbinit kilometra nën tokë, përdor ujë. Që nuk do të thotë se jeta alternative është e pamundur, por do të thotë se jeta siç e njohim ka një kërkesë absolute, ujë i lëngshëm. Dhe kur toka e humbet atë, jeta siç e njohim do të përfundojë. Jo sepse do të ketë një katastrofë, jo sepse do të ketë një shpërthim ose një goditje asteroidi, por sepse kushtet kimike që e bëjnë jetën të mundur nuk do të ekzistojnë më. Është si të pyesh pse peshqit nuk mund të jetojnë në tokë. Nuk është se peshqit janë të dobët, është se mjedisi nuk mbështet më funksionin e tyre biologjik. Dhe këtu është paradoksi i çuditshëm. Jeta në tokë ka mbijetuar 5 shkatërime masive, ka përshtatur në ndryshime klimatike ekstreme, ka evoluar nga qeliza të thjeshta në organizmat më kompleks në univers, por nuk mund të mbijetoj humbjen e ujit, sepse uji nuk është vetëm një burim, është vetë mjedisi ku jeta ndodh. Në vitin 2007, një biolog i quajtur Lynn Margulis propozoi një ide radikale.
Ajo argumentoi se jeta n'është vetëm një pasagjer në tokë, është një forcë gjeologjike, një agent që ka ndryshuar vetë planetin. Ajo i quajti këtë hipotezën Gaia. Idea se toka është një sistem vetë rregullues ku jeta dhe mjedisi bashkëveprojnë për të mbajtur kushtet e qëndrueshme, për shembull, bakteret e hershme që zhvilluan fotosintetizën ndryshuan rrënjësisht atmosferën. Para 2 miliardë 400 milion vjetësh, atmosfera kishte pothuajse zero oksigjen. Ishte kryesisht azot, dioksid karboni dhe metan. Por cianobakteriet filluan të prodhojnë oksigjen si produkta nësor të fotosintezës. Gradualisht, nivelet e oksigjenit u rriten. Kjo ishte katastrofike për shumë format e hershme të jetës që ishin anaerobike, por krijoi mundësi për forma të reja jete që mund të përdornin oksigjenin për metabolizëm. Dhe këto forma të reja ishin shumë më efikase. Mund të nxirrnin shumë më shumë energji nga ushqimi, mund të mbështetnin struktura më komplekse, mund të lëviznin më shpejt, të mendonin më qartë, të jetonin më gjatë. Pa oksigjenin që prodhuan bakteret, ju nuk do të ekzistonit. Trupi juaj kërkon oksigjen për çdo qelizë. Truri juaj konsumon 20% të oksigjenit që merr një frym, edhe pse është vetëm 2% të peshës tuaj. Pa oksigjen, do të humbisni ndërgjegjen brenda sekondave. Do të vdisnit brenda minutave. Pra jeta ka ndryshuar tokën. Ka krijuar kushtet që e bëjnë jetën moderne të mundur. Por kjo ka një kufi. Jeta mund të ndikojë në klimë, mund të ndryshojë përbërjen e atmosferës, mund të ndërtojë struktura që ndikojnë në rrjedhjen e ujit dhe erozionin e shkëmbive, por nuk mund të ndryshojë dielin. Nuk mund të ndalojë rritjen e shkëlqimit, nuk mund të shmang ligjet e fizikës bërthamore që qeverisin nyjet. Dhe kjo është kufiri përfundimtar. Pika ku jeta, pavarësisht sa e zgjuar, sa e përshtatur, sa e qëndrueshme, nuk mund të bëjë asgjë. Në vitin 2012, një grup shkencëtarësh në Universitetin e Edimburgut krijoi një model kompjuterik të tokës së ardhshme. Ata simuluan çdo aspekt të sistemit klimatik: rrymat oqeanike, modelet e erës, cikli i ujit, cikli i karbonit, aktiviteti vulkanik, erozionin e shkëmbinjve dhe pastaj shtuan rritjen graduale të shkëlqimit diellor. Modeli funksionoi për miliona vjet simulime dhe çdo herë, pavarësisht nga parametrat fillestare, arrinte në të njëjtin përfundim. Rreth 800 milion vjet nga tani, nivelet e dioksidit të karbonit bien nën kufirin për fotosintetizën C3. Bimet fillojnë të vdesin. Rreth 900 milion vjet nga tani, edhe fotosinteza C4 bëhet e pamundur. Prodhimi i oksigjenit ndalet. Nivelet e oksigjenit në atmosferë fillojnë të bien, ndërsa kafshët dhe bakteret e konsumojnë. Rreth 1 miliard vjet nga tani, oksigjeni është pothuajse zhdukur. Vetëm mikroorganizmat anaerobik mbeten. Dhe rreth 1 miliard e 100 milion vjet nga tani, temperatura mesatare e sipërfaqes kalon 50 gradë Celsius. Edhe mikroorganizmat më ekstrem nuk mund të mbijetojnë. Jeta në sipërfaqe përfundon. Vetëm në thellësitë e oqeaneve, ku presioni mban ujin të lëngshëm edhe në temperatura më të larta, disa forma jete vazhdojnë. Por edhe ato kanë një afat. Rreth 1 miliard e 200 milion vjet nga tani, oqeanet fillojnë të vllojnë. Uji avullohet në atmosferë, presioni rritet, temperatura rritet, dhe në një pikë edhe thellësitë e oqeaneve arrin pikën e vlimit. Jeta e fundit zhduket. Toka bëhet sterile. Modeli ishte i qartë, i pashmangshëm, i bazuar në fizikë të njohur mirë, dhe kur shkencëtarët e publikuan, reagimi ishte i ndarë. Disa e panë si një paralajmërim, një kujtesë se çdo gjë ka një fund. Të tjerë e panë si akademike, një ekzercit teorike pa rëndësi praktike. Por kishte një grup të vogël që e pa ndryshe, që e pa si një thirrje për veprim. Nëse toka ka një datë skadimi, atëherë njerëzimi duhet të fillojë të planifikojë për atë që vjen pas. Jo në 100 vjet, jo në 1 milion vjet, por në shkallën kohore që universi funksionon. 1 miliard vjet. Dhe kjo kërkon një ndryshim themelor në mënyrën se si mendojmë për qëllimin ton si specie. A jemi thjesht banor të përkohshëm të tokës, apo jemi diçka më shumë? Bartës të jetës, mbrojtës të kompleksitetit.
agent të vetëdijes në një univers që përndryshe do të ishte i pavetëdijshëm. Këto pyetje nuk janë filozofike në kuptimin abstrakt, janë praktike, sepse përgjigja përcakton se çfarë duhet të bëjmë tani. Nëse jemi vetëm banor të përkohshëm, atëherë mund të jetojmë për momentin, të shfrytëzojmë burimet, të ndërtojmë qytetërime që zgjatin disa mijëra vjet dhe të mos shqetësohemi për atë që vjen pas. Por nëse jemi bartës të jetës, atëherë kemi një përgjegjësi. Të ruajmë, të mbrojmë, të përhapim, të sigurohemi që kur toka bëhet e pabanueshme, Jeta vazhdon diku tjetër. Dhe kjo nuk është shkencë fantastike. kjo është inxhinieri. Planifikim afatgjat, mendim strategjik në shkallën kohore që universi kërkon. Në vitin 2006 bëjet, Elon Musk prezantoi një plan për të kolonizuar Marsin. Objektivi ishte të dërgonte 1 milion njerëz në Mars brenda 50 deri 100 vjetësh, të ndërtonte një qytetërim të vetëmjaftueshëm që mund të mbijetonte edhe nëse toka do të shkatërrohej. Reagimi ishte i përzier. Disa e panë si vizionare, të tjerë si të çmendur. Por pavarësisht nga opinioni, plani ngriti një pyetje themelore. A duhet njerëzimi të jetë një specie me një planet apo me shumë planet? Dhe nëse përgjigja është shumë planet, atëherë kur duhet të fillojmë? Historia na mëson se qytetërimet që nuk planifikojnë për të ardhmen shpesh dështojnë. Majat ndërtuan qytete të mëdha, por nuk menaxhuan burimet e ujit. Kur erdhi thatësira, Qytetërimet e tyre kolapsuan. Ishujt e pashkve shkatërruan pyjet e tyre. Pa dru për të ndërtuar anje, u izoluan. Popullsia u tkur, kultura u zhduk. këto nuk janë tregime morale, janë mësime praktike. Qytetërimet që nuk mendojnë për pasojat afatgjata të veprimeve të tyre nuk zgjasin. Dhe nëse njerëzimi dëshiron të zgjas jo vetëm mijëra vjet, por miliona, miliarda, atëherë duhet të filloj të mendoj në atë shkallë tani, sepse teknologjia që kërkohet për të kolonizuar planet të tjerë, për të ndërtuar habitat orbital, për të udhëtuar në yje të tjerë, nuk do të zhvillohet brenda natës. Do të kërkojë gjenerata, shekuj, ndoshta mijëra vjet përpjekje të vazhdueshme. Dhe nëse presim derisa toka të bëhet e pabanueshme, do të jetë shumë vonë. Pra pyetja nuk është nëse njerëzimi duhet të planifikojë për 1 miliard vjet në të ardhmen. Pyetja është se si. Çfarë hapash duhet të marrim tani për të siguruar që speciet tona dhe jeta që bartim do të vazhdojë kur toka nuk mund ta mbështesë më. Dhe këtu është detaji që shkencëtarët rrallë diskutojnë hapur, por që ndryshon gjithçka. Çdo zgjidhje që kemi propozuar deri tani bazohet në një supozim të gabuar. Supozojmë se kemi kohë. Supozojmë se 1 miliard vjet është një periudhë aq e gjatë sa mund të relaksohemi, të planifikojmë ngadalë, të lëmë gjeneratat e ardhshme të merren me problemin. Por kjo nuk është e vërtetë, sepse koha nuk është aleati ynë, është armiku ynë. Dhe arsyeja është matematikore, e pashmangshme dhe absolutisht e tmeshme. Le të flasim për atë që shkencëtarët e quajnë pika kritike të paktyeshme. Këto janë momente në një sistem kompleks ku një ndryshim i vogël shkakton një kolaps të plot. Imagjinoni një top në majtë të një kodre, një shtytje e vogël në çdo drejtim dhe topi fillon të rrotullohet poshtë. Nuk mund ta ndaloni, nuk mund ta ktheni mbrapsht. Fizika e bën të pamundur. Toka po afrohet me një pikë të tillë kritike, jo në 1 miliard vjet, shumë më shpejt. Në vitin 2021, një grup shkencëtarësh në Institutin e Teknologjisë të Kalifornisë publikoi një studim që shkaktoi panik të heshtur në komunitetin shkencor. Ata kishin rishikuar modelet e evolucionit të diellit duke përdorur të dhëna nga misioni Kepler i NASA-s. Kepler kishte vëzhguar mijëra yje të ngjashëm me dielin në faza të ndryshme të jetës së tyre. Dhe të dhënat treguan diçka shqetësuese. Rritja e shkëlqimit nuk është lineare. Nuk ndodh me shpejtësi konstante. Ndodh në val. Ka periudha kur shkëlqimi rritet ngadalë dhe ka periudha kur rritet shpejt, shumë shpejt. Modelet e vjetra supozonin një rritje të qetë, të parashikueshme, 10% çdo miliard vjet. Por të dhënat e reja tregojnë se dielli po hyn në një fazë ku rritja do të përshpejtohet. Brenda 500 milion vjetësh, shkëlqimi mund të rritet me 15%. Brenda 700 milion vjetësh,
me 20%. Dhe kjo ndryshon gjithçka, sepse çdo përqind shtesë e shkëlqimit diellor ka efekte jo lineare në klimën e tokës. Një rritje 5% mund të duket e vogël, por në një sistem kompleks si klima e tokës mund të shkaktojnë ndryshime që janë 10 herë më të mëdha. Shkencëtarët e quajnë këtë efektin e përforcimit pozitiv. Kur temperatura rritet, më shumë ujë avullohet. Avulli i ujit është një gaz ser, pra më shumë avull do të thotë më shumë nxehtësi, që do të thotë më shumë avullim, që do të thotë më shumë nxehtësi. Cikli përshpejtohet dhe në një pikë bëhet i pakontrollueshëm. Kjo nuk është teori, kjo ndodhi në Venus, dhe shkencëtarët kanë gjetur prova se po fillon të ndodhë në tokë tani. Në vitin 2019, satelitët e NASA-s zbuluan diçka të pazakontë në atmosferën e sipërme të tokës. Nivelet e avullit të ujit në stratosferë po rriten. Jo shumë, vetëm disa pjesë për milion, por kjo është e mjaftueshme për të shqetësuar, sepse avulli i ujit në stratosferë nuk bie si shi. Qëndron atje, grumbullohet dhe gradualisht ndryshon balancën termike të planetit. Çdo molekull avulli në stratosferë kap më shumë nxehtësi se një molekull në troposferë. Efekti është i vogël tani, por po rritet, dhe nëse vazhdon, do të përshpejtoj procesin e ngrohjes me dekada, ndoshta shekuj. Kjo do të thotë se afati ynë nuk është 1 miliard vjet. Mund të jetë 800 milion, ose 700 milion, ose edhe më pak. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Sepse nëse kemi më pak kohë, atëherë çdo vit që presim bëhet kritik. Çdo dekadë që shpenzojmë duke debatuar në vend të veprimit, na afron më pranë pikës ku asgjë nuk mund të bëhet. Por këtu është paradoksi që e bën këtë edhe më të vështirë për të kuptuar. Edhe nëse fillojmë tani, edhe nëse mobilizojmë çdo burim që njerëzimi ka, edhe nëse ndërtojmë teknologjinë më të avancuar që mund të imagjinojmë, ka një kufi fizik për atë që mund të arrijmë. Dhe ky kufi nuk përcaktohet në inxhinieria, përcaktohet nga termodinamika, nga ligjet themelore të universit që nuk mund të thyen pavarësisht sa të zgjuar jemi. Le të shqyrtojmë idenë e ndërtimit të një mburoje diellore, një strukturë gjigante në hapësirë që bllokon një pjesë të rrezatimit diellor. Në teori, kjo mund të funksionojë, por le të llogarisim se çfarë do të kërkonte. Për të reduktuar rrezatimin diellor që arrin tokën me 10%, do të na duhej një mburojë me një sipërfaqe rreth 100 milion kilometra katror. Kjo është rreth 200 herë sipërfaqja e tokës. Masa e kërkuar do të ishte rreth 1 trilion ton. Ku do ta gjenim këtë material? Asteroidi më i madh në sistemin diellor, Ceres, ka një masë rreth 950 trilion ton. Pra do të na duhej të minim vetëm 1/1000 e Ceres. Kjo tingëllon e realizueshme. Por këtu është problemi. Si do ta transportonim atë material në pozicion? Çdo kilogram material që dërgojmë në hapësirë kërkon energji, shumë energji. Me teknologjinë aktuale kushton rreth $10.000 për të dërguar 1 kilogram në orbitën e ulët të tokës. Për të dërguar 1 trilion ton, do të kushtonte 10 trilion dollar. Kjo është më shumë se të gjitha paratë që kanë ekzistuar ndonjëherë në historinë njerëzore. Dhe kjo është vetëm për të dërguar materialin në orbitën e tokës. Për ta vendosur në pozicionin e duhur midis tokës dhe diellit, do të kërkonte edhe më shumë energji. Por le të supozojmë se zhvillojmë teknologji të re. Motor ion, vela diellore, metoda që reduktojnë koston me një faktor 1 milion. Edhe atëhere do të na duheshin 10 trilion dollar dhe 10 vjet për të ndërtuar infrastrukturën dhe 100 vjet për të përfunduar projektin. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, dielli do të vazhdoj të bëhet më i ndritshëm. Temperatura e tokës do të vazhdoj të rritet dhe në një pikë mund të arrijmë pikën kritike para se të kemi përfunduar. Kjo është dilema që shkencëtarët e NASA se kuptojnë, por rrallë diskutojnë publikisht. Çdo zgjidhje inxhinierike që mund të imagjinojmë kërkon kohë, dhe koha është pikërisht ajo që po humbasim. Sa më shumë presim, aq më pak kohë kemi, dhe në një pikë, koha që mbetet bëhet më e shkurtër se koha e kërkuar për të zbatuar zgjidhjen. Në atë moment, zgjidhja bëhet teorike, një ekzercit akademike pa vlerë praktike. Pra, çfarë mund të bëjmë? Nëse mburoja diellore është shumë e vështirë, çfarë për lëvizjen e tokës?
kjo ide është edhe më ambicioze. Për të lëvizur tokën në një orbit më të largët, do të na duhej të ndryshojmë shpejtësinë e saj orbitale. Toka lëviz rreth diellit me një shpejtësi rreth 30 km në sekond. Për ta lëvizur në një orbit 10% më të largët, do të na duhej të ndryshojmë këtë shpejtësi me rreth 1 km në sekond. Kjo tinglon e vogël. Por toka ka një masë 6 trilion kilogram. Për të ndryshuar shpejtësinë e saj me 1 km në sekond, do të kërkonte energji të barabartë me gjithë energjinë që dielli rrezaton në një vit të plot. Ku do ta gjenim këtë energji? Edhe nëse kapnim çdo rrezë dielli që godet tokën për një vit të plot, nuk do të ishte e mjaftueshme. Do të na duhej të kapnim energjinë e diellit për dekada dhe pastaj ta konvertonim në një formë që mund ta përdornim për të shtyrë tokën. Dhe pastaj ta aplikonim në mënyrë të tillë që të mos shkaktonte tërmete katastrofike ose të shkatëronte orbitën e hënës. Kompleksiteti është marramendës, dhe edhe nëse e zgjidhnin çdo problem teknik, do të na duheshin mijëra vjet për ta zbatuar. Por këtu është detaji që e bën këtë edhe më të vështirë. Nuk mund ta lëvizim tokën gradualisht. Nëse e lëvizim shumë ngadalë, dielli do të bëhet shumë i nxehtë para se të kemi arritur një orbit të sigurt. Nëse e lëvizim shumë shpejt, forcat do të jenë aq të mëdha sa do të shkaktojnë shkatërim masiv, tërmete, tsunami, shpërthime vulkanike. Ndryshime në rrotullimin e tokës që do të ndryshonin gjatësinë e ditës. Klima do të destabilizojë, stinat do të ndryshonin, dhe në procesin e shpëtimit të tokës nga nxehtësia e diellit, mund ta bënim të pabanueshme për arsye të tjera. Pra çfarë mbetet? Nëse nuk mund ta mbrojmë tokën dhe nuk mund ta lëvizim, atëherë zgjidhja e vetme është të largohemi. Të ndërtojmë koloni në planetë të tjerë, të krijojmë habitat orbital, të bëhemi një specie me shumë planet. Dhe kjo nuk është shkencë fantastike, kjo është e vetmja opsion realist që kemi. Por edhe kjo ka kufijtë e saj. Sepse kolonizimi i planetëve të tjerë nuk është vetëm një sfidë teknike, është një sfidë biologjike, psikologjike dhe sociale. Le të fillojmë me biologjinë. Trupi njerëzor u evolua në gravitetin e tokës, një gravitet që është saktësisht 9,8 metra për sekond në katror. Kockat tona, muskujt tanë, sistemi ynë kardiovaskular, të gjitha janë të optimizuara për këtë gravitet. Kur astronautët kalojnë muaj në hapësirë, kockat e tyre humbasin densitet, muskujt e tyre dobësohen, shikimi i tyre përkeqësohet, dhe kur kthehen në tokë, duhen muaj për të rikuperuar. Tani imagjinoni të jetosh në Mars, ku graviteti është vetëm 38% i tokës, ose në Hënë, ku është vetëm 16%. Trupi juaj do të fillonte të ndryshojë, kockat do të bëheshin më të dobëta, zemra do të zvoglohej, dhe pas disa gjeneratash, njerëzit e lindur në Mars ose në Hënë mund të mos jenë në gjendje të kthehen në tokë. Graviteti do të ishte shumë i fortë, do të ishte si të jetonit në ujë. Çdo lëvizje do të kërkonte përpjekje të jashtëzakonshme. Kjo do të thotë se kolonitë në planetë të tjerë nuk do të jenë thjesht degë të njerëzimit toksor, do të jenë specie të reja, të ndara nga ne jo vetëm nga distanca, por nga biologjia. Dhe kjo ngre pyetje të vështira. A janë ata ende njerëz? A kemi përgjegjësi ndaj tyre? A kanë ata përgjegjësi ndaj nesh? Historia na mëson se kur popullsitë ndahen, shpesh zhvillojnë kultura të ndryshme, gjuhë të ndryshme, vlera të ndryshme. Dhe ndonjëherë, këto ndryshime çojnë në konflikt. Por le të supozojmë se kapërcejmë këto sfida. Le të supozojmë se ndërtojmë koloni të suksesshme në Mars, në Hënë, në habitat orbital. Sa njerëz mund të mbajnë këto koloni? Marsi ka një sipërfaqe rreth 28% të tokës. Nëse e terraformojmë, nëse e bëjmë të ngjashëm me tokën, mund të mbajë ndoshta 1 miliard njerëz. Hëna është më e vogël, ndoshta 100 milion. Habitat orbital, në varësi të madhësisë, mund të mbajnë nga disa mijëra deri në disa milion secili. Nëse ndërtojmë qindra ose mijëra, mund të mbajnë 1 miliard të tjerë. Pra në total, mund të shpëtojmë ndoshta 3 miliard njerëz, ndoshta 5 miliard nëse jemi shumë optimist. Por toka sot ka 8 miliard njerëz dhe popullsia po rritet. Brenda 100 vjetësh mund të kemi 10 miliard. Brenda 500 vjetësh, nëse vazhdojmë të rritemi, mund të kemi 20 miliard.
Pra edhe nëse kolonizojmë çdo planet dhe hyn në sistemin diellor, Edhe nëse ndërtojmë mira habitat orbital, nuk do të kemi hapësirë për të gjithë. Do të duhet të zgjedhim kush shkon, kush mbetet, si vendosim, dhe çfarë ndodh me ata që mbeten kur toka bëhet e pabanueshme? Këto nuk janë pyetje hipotetike, janë pyetje që njerëzimi do të duhet t'i përballojë brenda disa shekujve. Dhe përgjigjet që japim do të përcaktojnë jo vetëm të ardhmen ton, por edhe identitetin ton si specie. A jemi një specie që braktis ata që nuk mund të shpëtoj? Apo a jemi një specie që gjen mënyra për të shpëtuar të gjithë, pavarësisht nga kostoja? Në vitin 2020, një filozof i quajtur Nick Bostrom propozoi një ide të quajtur filtri i madh. Ideja është e thjeshtë, por e frikshme. Nëse jeta inteligjente është e zakonshme në univers, pse nuk kemi parë prova të saj? Ku janë qytetërimet e tjera? Ku janë yjet artificial, megastrukturat, sinjalet radio? Galaksia jon ka qindra miliarda yje. Shumë prej tyre janë më të vjetër se dielli. Nëse jeta inteligjente evoluon lehtësisht, atëherë duhet të ketë miliona qytetërime atje jashtë. Disa prej tyre duhet të jenë miliona vjet më të avancuara se ne. Duhet të kenë ndërtuar gjëra që ne mund t'i shohim, por nuk kemi parë asgjë. Heshtja është absolute. Bostrom argumentoi se kjo heshtje sugjeron se ka një filtr, një pengesë që shumica e qytetërimeve nuk e kallojnë. Ose filtri është pas nesh, që do të thotë se jeta inteligjente është jashtëzakonisht e rrallë dhe ne jemi të lumtur që ekzistojmë. Ose filtri është përpara nesh, që do të thotë se diçka shkatërron qytetërimet para se të arrijnë fazën ku mund të udhtojnë në yje. Dhe nëse filtri është përpara nesh, atëherë çfarë është? Lufta bërthamore, ndryshimi klimatik, inteligjenca artificiale që shkon keq, apo diçka më themelore? Diçka që lidhet me vetë natyrën e jetës në një univers ku yjet vdesin. Ndoshta çdo qytetërim arrin në pikën ku ne jemi tani, ku e kuptojnë se planeti i tyre ka një datë skadimi, dhe pastaj duhet të zgjedhin, të investojnë në të ardhmen afatgjatë, edhe nëse kjo do të thotë sakrifica në të tashmen. Ose të jetojnë për momentin dhe të shpresojnë se gjeneratat e ardhshme do të zgjidhin problemin. Dhe ndoshta shumica zgjedhin të dytin, sepse është më e lehtë, më e natyrshme, më njerëzore. Dhe kështu kur vjen kriza, nuk janë të përgatitur. Dhe qytetërimi i tyre përfundon, jo me një të shtën, por me një pëshpritje. Me një gjenerat që thotë, ne menduam se do të kishim më shumë kohë. Kjo është arsyeja pse NASA-ja nuk flet shumë për datën e vdekjes së tokës. Jo sepse është sekret, por sepse është e frikshme. Sepse nëse njerëzit e kuptojnë vërtet se sa pak kohë kemi, mund të hyjnë në panik, ose më keq, mund të humbasin shpresën. Mund të vendosin se nëse gjithçka do të përfundojë, atëherë asgjë nuk ka rëndësi. Dhe kjo do të ishte një katastrofë, sepse e vetmja mënyrë që njerëzimi mund të mbijetojë është nëse besojmë se e ardhmja ka rëndësi. Që veprimet tona sot do të përcaktojnë se çfarë ndodh në shekujt dhe mijëvjeçarat që vijnë. Por besimi kërkon prova. Kërkon të shohësh se përpjekja jote bën një ndryshim, dhe kjo është sfida. Si mund të bindesh një person që jeton për 70 vjet të kujdeset për diçka që do të ndodhë në 1 miliard vjet? Si mund ta bësh realitetin e një të ardhmeje kaq të largët të ndiej urgjent? Përgjigjja nuk është në statistika, nuk është në modele kompjuterike, është në tregjime, në të kuptuarit se ne nuk jemi individ të izoluar, jemi pjesë e një zinxhiri, një linje që shtrihet nga e kalluara në të ardhmen. Çdo gjenerat merr diçka nga gjenerata para saj dhe ja kalon diçka gjeneratës pas saj. Dhe nëse e prishim atë zinxhir, nëse vendosim se gjenerata jonë është më e rëndësishme se të gjitha gjeneratat që vijnë, atëherë kemi dështuar jo vetëm si qytetërim, por si specie. Kjo është arsyeja pse data e vdekjes së tokës nuk është vetëm një fakt shkencor. Është një test moral. Një pyetje që çdo gjenerat duhet ta përballojë. Çfarë do t'u lëm atyre që vijnë pas nesh? Dhe përgjigjja që japim do të përcaktojë jo vetëm nëse njerëzimi mbijetën, por nëse meriton të mbijetojë. Dhe tani le të flasim për atë që shkencëtarët nuk duan ta pranojnë publikisht, për tensionin midis asaj që dim dhe asaj që mund të bëjmë. Sepse ka një paradoks në zemër të gjithë kësaj historie. Ne kemi arritur një nivel të jashtëzakonshëm të saktësisë në parashikimin e së ardhmes.
Mund të llogarisim me precicion të mahnitshëm se kur dieli do të bëhet shumë i nxehtë për jetën. Mund të modelojmë çdo fazë të procesit. Mund të përcaktojmë datën me Mars. Gabimi vetëm disa vjetra milion vjet. Në shkallën kozmike, kjo është si të dish orën e saktë të vdekjes tënde, jo vetëm vitin. Por kjo njohuri na bën plotësisht të pafuqishëm, Sepse të dish se çfarë do të ndodh, nuk është e njëjta gjë me të qenit në gjendje ta ndalosh. dhe kjo është ajo që shkencëtarët e NASA se kuptojnë, por rrallë e thonë me zë të lartë. Ne jemi dëshmitar, jo zotër të fatit tonë. Në vitin 2019, një grup astrofizikanësh në Institutin Teknologjik të Kalifornisë publikoi një studim që shkoi pothuajse i pavërejtur nga media. Titulli ishte teknik dhe i thatë: kufizimet termodinamike në ndërhyrjet planetare në shkallë të gjerë, por përmbajtja ishte shkatërruese. Ata llogaritën saktësisht sa energji do të kërkohej për të zbatuar çdo zgjidhje të propozuar për të shpëtuar tokën. Mburoja diellore, lëvizja orbitale, terraformimi i Marsit, habitat orbital, dhe për çdo zgjidhje ata llogaritën jo vetëm energjinë totale, por edhe kohën e kërkuar për ta ndërtuar me teknologjinë aktuale. Rezultatet ishin të qarta. Me teknologjinë që kemi sot, asnjë nga këto zgjidhje nuk është e mundur. Me teknologjinë që mund të zhvillojmë në 100 vjetët e ardhshëm, disa bëhen teorikisht të mundshme, por ende jashtëzakonisht të vështira. Me teknologjinë që mund të kemi në 500 vjet, shumica bëhen të zbatueshme, por ende kërkojnë burime që të i kalojnë gjithçka që kemi ndërtuar ndonjëherë. Dhe këtu është detaji që e bën këtë edhe më shqetësues. Koha e kërkuar për të ndërtuar këto zgjidhje rritet më shpejt se koha që kemi në dispozicion. Le ta shpjegojmë këtë. Nëse fillojmë të ndërtojmë një mburojë diellore sot me teknologjinë aktuale, do të na duhen rreth 500 vjet për ta përfunduar. Por për 500 vjet, teknologjia do të ketë avancuar aq shumë sa dizajni ynë do të jetë i vjetruar. Do të ishte si të ndërtosh një kompjuter duke përdorur teknologjinë e viteve 1950. Brenda kohës që të përfundosh, do të jetë tashmë i panevojshëm. Pra, strategjia e zgjuar do të ishte të presësh, të zhvillosh teknologji më të mirë Dhe pastaj të fillosh ndërtimin, kur mund ta bësh më shpejt dhe më lirë. Por sa kohë duhet të presësh? Nëse pret 100 vjet, teknologjia do të jetë 10 herë më e mirë. Koha e ndërtimit do të bjerë në 50 vjet. Por nëse pret 200 vjet, teknologjia do të jetë 100 herë më e mirë. Koha e ndërtimit do të bjerë në 5 vjet. Logjika sugjeron se sa më shumë të presësh, aq më mirë. Por kjo krijon një paradoks, sepse nëse të gjithë mendojnë kështu, askush nuk fillon kurrë. Të gjithë presin që teknologjia të përmirësohet, dhe ndërkohë koha po kalon. Dhe në një pikë, edhe me teknologjinë më të mirë, nuk ka kohë të mjaftueshme për ta ndërtuar. Ky është paradoksi i planifikimit afatgjatë. Sa më i largët të jetë qëllimi, aq më shumë ka kuptim të presësh. Por nëse të gjithë presin, qëllimi nuk arrihet kurrë. Dhe kjo nuk është vetëm teorike, e shohim në veprim çdo ditë. Ndryshimi klimatik është një shembull perfekt. Për 30 vjet, shkencëtarët kanë paralajmëruar se duhet të reduktojmë emetimet. Por çdo vend thot, pse duhet të fillojmë ne? Teknologjia do të përmirësohet, do të jetë më e lirë të veprosh më vonë. Le të presin të tjerët të lëvizin të parët. Dhe kështu, askush nuk lëviz, dhe emetimet vazhdojnë të rriten. Dhe dritarja e mundësisë po mbyllet. Tani imagjinoni të njëjtën dinamik, por në shkallën kohore të 1 miliardi vjetësh. Çdo gjenerat thot, pse duhet të sakrifikojmë ne? Gjeneratat e ardhshme do të kenë teknologji më të mirë, do të jetë më e lehtë për ta. Le t'u lëm atyre problemin. Dhe kështu asgjë nuk bëhet. Dhe kur vjen kriza, është shumë vonë. Por ka një kundërargument, dhe është i fuqishëm. Disa shkencëtarë argumentojnë se nuk duhet të planifikojmë për 1 miliard vjet përpara, sepse nuk mund ta dimë se çfarë do të jetë e mundur atëherë. Teknologjia që do të ekzistojë në 1 miliard vjet do të jetë aq përtej kuptimit ton sa çdo plan që bëjmë sot do të jetë i kotë. Është si të pyesësh një bakterie të planifikojë për ndërtimin e një qyteti. Bakteria nuk ka konceptin e një qyteti, nuk ka gjuhën për ta përshkruar, nuk ka kornizën mendore për ta imagjinuar. Dhe ne jemi në të njëjtën pozitë kur përpiqemi të planifikojmë për 1 miliard vjet përpara. Pra ndoshta, strategjia e duhur nuk është të planifikosh për fundllojën, por të fokusohesh në hapin tjetër.
Të ndërtosh themelet që do t'u lejojnë gjeneratave të ardhshme të ndërtojnë më tej, të investosh në arsim, në kërkime shkencore, në institucione që mund të zgjasin për shekuj, të krijosh një kulturë që vlerëson të menduarit afatgjat. Le pastaj, tu besosh pasardhësve tanë që të bëjnë të njëjtën gjë. Kjo është një filozofi e ndryshme. Nuk është për të kontrolluar të ardhmen, është për të mundësuar të ardhmen, për të siguruar që çdo gjenerat ka mjetet dhe njohurit për të zgjidhur problemet e saj. Dhe nëse e bëjmë këtë mirë, atëherë kur vjen koha për të marrë vendime të mëdha, pasardhësit tanë do të jenë të përgatitur. Por kjo kërkon diçka që qytetërimi ynë aktualisht nuk e ka. Durimin, aftësinë për të investuar në projekte që nuk do të japin rezultate për gjenerata, për të ndërtuar institucione që do të vazhdojnë shumë pas jetës sonë, për të pranuar se roli ynë nuk është të zgjidhim çdo problem, por të vendosim bazat për ata që do të vinë. Dhe kjo është e vështirë, sepse njerëzit duan të shohin rezultate, duan të dinë se përpjekja e tyre bëri një ndryshim, duan njohje, shpërblim, kuptim. Por kur ndërtohen për një të ardhme që nuk do ta shohësh kurrë, asnjë nga këto nuk vjen. Ndërton në heshtje, kontribuon në një projekt që do të përfundojë shumë pas vdekjes tënde. Dhe e vetmja shpërblim është të dish se bëre pjesën tënde. Kjo është arsyeja pse katedralat mesjetare janë kaq të fuqishme si metaforë. Ndërtuesit që filluan Notre Dame në vitin 1160 dinin se nuk do ta shihnin kurrë të përfunduar. Puna zgjati gati 200 vjet. Gjenerata që vendosi gurët e parë vdiq shumë përpara se katedralja të ishte gjysmë ndërtuar. Por ata ndërtuan gjithsesi, sepse besonin se projekti kishte vlerë, që diçka më e madhe se jeta e tyre individuale po krijohej. Dhe sot, 860 vjet më vonë, katedralja ende qëndron. Miliona njerëz e vizitojnë çdo vit, dhe askush nuk di emrat e ndërtuesve. Por puna e tyre vazhdon. Kjo është lloji të menduarit që na duhet për të përballuar datën e vdekjes së tokës. Jo plane për të zgjidhur problemin tani, por angadhim për të ndërtuar diçka që do të vazhdojë, për të krijuar institucione, njohuri, teknologji që çdo gjenerat do ta marrë dhe do ta përmirësojë. Dhe nëse e bëjmë këtë për mjaftueshëm gjatë, atëherë kur vjen koha për të vepruar, pasardhësit tanë do të jenë gati. Por këtu është pyetja që askush nuk dëshiron ta bëjë. Çfarë nëse nuk jemi? Çfarë nëse njerëzimi nuk zgjat aq gjatë? Çfarë nëse diçka na shkatërron përpara se të arrijmë atë nivel teknologjie? Kjo nuk është pesimizëm, është realizëm, sepse historia e jetës në tokë është një histori e zhdukjeve. 99% e të gjitha specieve që kanë jetuar ndonjëherë janë zhdukur. Shumica nuk lanë gjurmë, asnjë fosil, asnjë trashëgimi. Thjesht u zhdukën. Dhe ato që mbijetuan nuk ishin domosdoshmërisht më të fortat ose më të zgjuarat. Ishin ato që rastësisht ishin në vendin e duhur, në kohën e duhur, që kishin përshtatjet e duhura për kushtet që erdhi, që ishin mjaftueshëm të vogla për të fshehur, ose mjaftueshëm të shpejta për të ikur, ose mjaftueshëm të shumëllojshme për të gjetur një nishë të ri. Pra çfarë është përshtatja jonë? Çfarë na bën speciale? Çfarë na jep një shans për të mbijetuar kur kaq shumë specie të tjera dështuan? Përgjigjja e zakonshme është inteligjenca. Ne jemi speciet e zgjuar. Mund të zgjidhim probleme, mund të ndërtojmë mjete, mund të ndryshojmë mjedisin ton në vend që të presim që mjedisi të na ndryshojë. Por inteligjenca ka një anë të errët. Na lejon të krijojmë armë që mund të na shkatërrojnë. Të ndërtojmë sisteme aq komplekse sa askush nuk i kupton plotësisht. Të ndryshojmë planetin aq shpejt sa ekosistemet nuk mund të përshtaten. Dinozaurët u zhdukën nga një asteroid, por nuk ishin dinozaurët që krijuan asteroidin. Njerëzimi nga ana tjetër ka krijuar 10 mënyra për të shkaktuar zhdukjen e vet. Armë bërthamore, ndryshim klimatik, inxhinieri biologjike që shkon keq, inteligjencë artificiale që bëhet armiqësore, kolaps ekologjik, pandemi globale. Çdo një nga këto është një rrezik ekzistencial dhe ne po i krijojmë më shpejt se sa po zhvillojmë mënyra për t'i menaxhuar. Kjo është paradoksi i inteligjencës. Na jep fuqi të jashtëzakonshme, por nuk na jep urtësinë për ta përdorur atë fuqi me mencuri. Një fëmijë me një shkop mund të bëjë dëm të kufizuar, një fëmijë me një armë mund të vrasë.
Një fëmijë me një bombë bërtamore mund të shkatërrojë një qytet, dhe ne, si specie, jemi ende fëmijë. Kemi ekzistuar për vetëm 300.000 vjet. Kemi pasur qytetërim për vetëm 6.000 vjet. Kemi pasur shkencë moderne për vetëm 400 vjet dhe kemi pasur armë bërtamore për vetëm 80 vjet. Në shkallën kohore të evolucionit jemi të porsalindur dhe si çdo foshnjë jemi të rrezikshëm kryesisht për veten tonë. Pra pyetja nuk është vetëm nëse mund të mbijetojmë 1 miliard vjet. Pyetja është nëse mund të mbijetojmë 100 vjetët e ardhshëm. Sepse nëse nuk e bëjmë, atëherë, të gjitha planet për të shpëtuar tokën nga dielli janë të kota. Do të jemi zhdukur shumë përpara se dielli të bëhet një problem. Dhe këtu është detaji që e bën këtë edhe më urgjent. Ne jemi në një dritare kritike. Për herë të parë në historinë e tokës, një specie ka aftësinë për të kuptuar fatin e saj dhe për të bërë diçka në lidhje me të. Por kjo dritare nuk do të jetë e hapur për gjithmonë. Nëse shkatërohemi në 100 vjetët e ardhshëm, nuk do të ketë një shans të dytë. Nuk do të ketë një specie tjetër që do të evoluojë në inteligjencë dhe do të provojë përsëri. Sepse burimet që ne përdorëm për të ndërtuar qytetërimin ton, lëndët djegëse fosile, mineralet e lehta për të nxjerrë, nuk do të jenë më aty. I kemi konsumuar. Dhe pa ato burime, një qytetërim industrial nuk mund të zhvillohet. Pra nëse dështojmë, toka do të vazhdojë. Jeta do të vazhdojë. Por asnjë specie tjetër nuk do të ketë mundësinë që ne kemi. Dhe kur dielli bëhet shumë i nqehtë, jeta do të përfundojë pas një dëshmitar për ta regjistruar, pas një zë për ta vajtuar, pas një kujtesë që ekzistoi ndonjëherë. Kjo është pesha e përgjegjësisë sonë. Ne nuk jemi vetëm përgjegjës për veten tonë. Jemi përgjegjës për çdo formë jete që ka ekzistuar ndonjëherë në këtë planet. Për bakteret që krijuan oksigjenin, për bimët që mbushën tokën me jeshile, për kafshët që mbushën oqenet dhe qejt, për çdo specie që jetoi dhe vdiq pa ditur kurrë se ishte pjesë e diçkaje më të madhe. Ne jemi kulmi i 3 miliardë 800 milion vjetëve të evolucionit. Jemi produkti i triliona organizmave që lindën, u riproduan dhe vdiqën për të na sjellë këtu. Dhe nëse dështojmë, e gjithë ajo histori përfundon me ne. Çdo sakrificë, çdo përshtatje, çdo hap përpara, zhduket sikur nuk ndodhi kurrë. Kjo nuk është për të na bërë të ndihemi fajtor, është për të na bërë të kuptojmë se çfarë është në rrezik. Që kjo nuk është vetëm për ne, është për çdo gjë që erdhi përpara nesh dhe çdo gjë që mund të vijë pas nesh. Dhe tani le të flasim për diçka që shkencëtarët e diskutojnë rrallë, por që është thelbësore për të kuptuar situatën tonë. Shkallën e vërtet të ignorancës sonë. Ne dim shumë, kemi hartuar genomin njerëzor, kemi zbuluar bozoni Higgs, kemi fotografuar vrima të zeza, kemi dërguar sonda në skajet e sistemit diellor. Por për çdo gjë që dim, ka 1.000 gjëra që nuk dim. Dhe për çdo gjë që nuk dim, ka 1.000.000 gjëra që nuk dim se nuk i dim. Kjo nuk është modesti false, është një vlerësim i ndershëm i gjendjes së njohurive tona. Mendoni për këtë. Ne nuk e dim se çfarë është materia e errët. Përbën 85% të masës së universit, por nuk kemi asnjë ide se çfarë është. Ne nuk e dim se çfarë është energjia e errët, po shpejton zgjerimin e universit, por nuk e dim pse. Ne nuk e dim si fillon vetëdia. Nuk e dim se ekziston diçka në vend të asgjëje. Nuk e dim nëse ka univers të tjerë. Nuk e dim nëse ligjet e fizikës janë të njëjta kudo. Nuk e dim nëse jeta është e zakonshme apo e rrallë në univers. Dhe këto nuk janë pyetje filozofike abstrakte. Janë boshllëqe themelore në të kuptuarit tonë të realitetit. Dhe çdo një prej tyre mund të ndryshojë gjithçka që mendojmë se dim për të ardhmen e tokës. Për shembull, ne supozojmë se ligjet e fizikës do të mbeten konstante, që graviteti do të funksionojë të njëjtën mënyrë në 1 miliard vjet siç funksionon sot, që dielli do të vazhdojë të djegë hidrogjenin në të njëjtën mënyrë. Por çfarë nëse nuk e bëjnë? Çfarë nëse ka procese që ne nuk i kuptojmë që mund të ndryshojnë gjërat? Kjo nuk është spekulim i egër. Historia e shkencës është plot me shembuj ku ajo që menduam se ishte konstante, rezultoi të ishte e ndryshueshme. Ne menduam se koha ishte absolute. Einsteini tregoi se nuk është.
Ne menduam se hapësira ishte e sheshtë. Relativiteti i përgjithshëm tregoi se është e lakuar. Ne menduam se universi ishte statik. Hubble'i tregoi se po zgjerohet. Çdo herë që menduam se e kuptuam gjithçka, zbulimi i ardhshëm na tregoi se kishim gabim. Pra kur shkencëtarët e NASA-s thonë se toka do të vdes në 1.100.000.000 vjet, ata po bëjnë një supozim të madh, se të gjitha ligjet e fizikës që kemi zbuluar janë të plota dhe të sakta. Por historia sugjeron se nuk janë, që do të ketë zbulime të reja që do të ndryshojnë të kuptuarit tonë, dhe disa nga ato zbulime mund të ndryshojnë parashikimin. Ndoshta do të zbulojmë një mënyrë për të kontrolluar shkëlqimin stellar. Ndoshta do të zbulojmë se ka cikle në aktivitetin diellor që ne nuk i kemi vërejtur. Ndoshta do të zbulojmë se jeta mund të ekzistojë në kushte që sot i konsiderojmë të pamundura. Ose ndoshta do të zbulojmë se situata është edhe më e keqe se sa menduam. Që ka procese që do të bëjnë tokën të pabanueshme edhe më shpejt. Që data e vdekjes nuk është 1.100.000.000 vjet, por 500 milion, ose 100 milion, ose 10 milion. Pika është se ne nuk e dim, dhe pretendimi se e dim është arrogancë. Por këtu është paradoksi. Edhe pse e pranojmë ignorancën tonë, duhet të veprojmë sikur dim. Sepse nëse presim derisa të kemi njohurit të përsosur, nuk do të veprojmë kurrë. Dhe mos veprim është vetë një zgjedhje. Një zgjedhje për të pranuar çfarëdo që ndodh. Pra duhet të gjejmë një ekuilibër. Të veprojmë bazuar në njohurit më të mira që kemi, duke pranuar se ato njohuri janë të pakompletuara. Të ndërtojmë plane duke ditur se planet do të duhet të ndryshohen. Të investojmë në zgjidhje duke kuptuar se zgjidhjet mund të jenë të gabuara. Kjo është thelbi i të menduarit shkencor. Jo certituda, por probabilitet. Jo përgjigje përfundimtare, por hipoteza më të mira. Jo dogm, por gatishmëri për të ndryshuar mendje kur vinë prova të reja. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca është mjeti më i fuqishëm që kemi. Jo sepse na jep përgjigje absolute, por sepse na jep një proces për të përmirësuar vazhdimisht të kuptuarit ton. Dhe tani le të kthehemi në pyetjen që ka qenë nën sipërfaqe gjatë gjithë kësaj historie. Pse NASA-ja nuk e thot këtë më hapur? Pse nuk ka konferenca shtipi ku administratori i NASA-s qëndron përpara kamerave dhe thot: toka ka 1.100.000.000 vjet të mbetura, dhe këtu është ajo që duhet të bëjmë? Përgjigjja është komplekse. Pjesërisht është sepse NASA-ja nuk është një organizat filozofike, është një agjenci shkencore me një buxhet dhe një mandat. Mandati i saj është të eksploroj hapësirën, të studioj tokën, të zhvilloj teknologji. Nuk është të paralajmëroj njerëzimin për kërcënime ekzistenciale 1 miliard vjet larg. Kjo nuk do të thotë se shkencëtarët e NASA-s nuk e kujdesen. Shumë prej tyre e kujdesen thellësisht. Por kujdesi individual nuk përkthehet në politikë institucionale, sepse institucionet janë konservatore. Janë të dizajnuara për të qenë të qëndrueshme, të parashikueshme, të kontrolluara. Dhe të flashësh për fundin e botës nuk është asnjë nga këto gjëra. Por ka një arsye tjetër, më e thellë, dhe kjo ka të bëjë me mënyrën se si funksionon vëmendja publike. Njerëzit mund të përqendrohen vetëm në një numër të kufizuar problemesh në të njëjtën kohë, dhe ato probleme duhet të ndihen urgjente. Duhet të kenë pasoja të dukshme. Duhet të ndikojnë në jetën e njerëzve në mënyra që ata mund t'i kuptojnë. 1 miliard vjet nuk plotson asnjë nga këto kritere. Është shumë larg. Pasojat nuk janë të dukshme dhe nuk ndikon në askënd që jeton sot. Pra edhe nëse NASA-ja do të bënte një konferencë shtypi, edhe nëse do të publikonte raporte të detajuara, edhe nëse do të krijonte fushata ndërgjegjësimi, shumica e njerëzve nuk do të kujdeseshin, sepse kanë probleme më urgjente. Fatura për të paguar, fëmijë për t'u rritur, punë për të mbajtur. Dhe në kontekstin e këtyre shqetësimeve të përditshme, fati i tokës në 1 miliard vjet duket i parëndësishëm. Por këtu është gjëja. Edhe pse nuk ndikon në jetën tonë individuale, ndikon në kuptimin që i japim jetës sonë. Sepse të dish se gjithçka ka një fund, ndryshon mënyrën se si e sheh të tashmen. Disa njerëz e gjejnë këtë deprimuese. Nëse gjithçka do të përfundoj, pse të bësh gjë? Pse të përpiqesh? Pse të kujdesesh? Por të tjerë gjejnë çliruese. Nëse gjithçka do të përfundoj, atëherë vetmja gjë që ka rëndësi është ajo që bëjmë tani. Mënyra se si trajtojmë njëri tjetrin, bukuria që krijojmë, dashuritë që ndajmë, njohuritë që transmetojmë.
sepse këto janë gjërat që japin kuptim pavarësisht nga sa zgjat. Një jetë e mirë jetuar nuk bëhet pa vlerë sepse përfundon. Një vepër arti nuk bëhet e pa kuptim sepse një ditë do të shkatërohet. Një akt dashurie nuk bëhet i kot sepse njerëzit që e përjetuan do të vdesin. Vlera nuk vjen nga përjetësia, vjen nga cilësia e përvojës. Dhe kjo është mësimi përfundimtar i datës së vdekjes së tokës. Jo se jeta është pa kuptim sepse përfundon, por se kuptimi duhet të gjendet në vetë jetën, jo në ndonjë të ardhme të përjetshme. Ne nuk jemi këtu për të qenë të përjetshëm, jemi këtu për të përjetuar, për të krijuar, për të dashur, për të mësuar. Dhe nëse e bëjmë këtë mirë, atëherë kur vjen fundi, pavarësisht nëse është në 70 vjet ose 1 miliard vjet, do të kemi jetuar me vlerë. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të planifikojmë për të ardhmen. Do të thotë se planifikimi për të ardhmen duhet të vijë nga dashuria për jetën, jo nga frika e vdekjes. Duhet të ndërtojmë një botë më të mirë, jo sepse duam të shmangim fundin, por sepse duam që koha që kemi të jetë sa më e mirë e mundur. Për ne, për fëmijët tanë, për çdo gjenerat që vjen. Dhe nëse e bëjmë këtë, atëherë edhe nëse toka vdes, trashëgjimia jon do të jetojë, jo në gur ose metale, por në mënyrën se si ne zgjodhëm të jetojmë, në vlerat që transmetuam, në dashurinë që ndam, në njohuritë që krijuam. Dhe kjo është e vetmja përjetësi që ka rëndësi. Ve tani, pasi kemi udhëtuar në përshkallët e kohës, nga momenti i tanishëm deri në fundin e tokës, le të ndalemi në një pyetje që shkenca nuk mund ta përgjigjet plotësisht. Çfarë do të thotë të dish se gjithçka ka një fund? Kjo nuk është vetëm një pyetje praktike, është filozofike, ekzistenciale, sepse data e vdekjes së tokës na detyron të përballemi me diçka që shumica e njerëzve shmangin. Faktin se asgjë nuk është e përjetshme. As yjet, as planetet, as jeta, as ne. Por këtu është paradoksi i bukur. Pikërisht kjo përkohshmëri është ajo që i jep vlerë gjithçkaje. Imagjinoni një botë ku asgjë nuk përfundon kurrë, ku çdo moment zgjat përgjithmonë, ku çdo përvojë përsëritet pafundësisht. Në një botë të tillë, asgjë nuk do të kishte peshë, asgjë nuk do të ishte e veçantë, sepse vlera vjen nga rrallësia, nga fakti se çdo moment ndodh vetëm një herë dhe pastaj zhduket përgjithmonë. Kjo është arsyeja pse perëndimi i diellit është i bukur. Jo sepse dielli është i veçantë, por sepse ai perëndim specifik, në atë ditë specifike, me ato ngjyra specifike, nuk do të ndodh kurrë më. Është unik, i pakthyeshëm, dhe kjo e bën të çmuar. E njëjta logjik vlen për jetën. Nëse do të jetonim përgjithmonë, çdo ditë do të ishte e njëjtë me të gjitha të tjerat. Nuk do të kishte urgjencë, nuk do të kishte kuptim, nuk do të kishte arsye për të bërë gjë sot kur mund ta bësh nesër, ose vitin tjetër, ose 1 milion vjet më vonë. Por sepse jeta është e shkurtër, çdo zgjedhje ka peshë, çdo moment ka rëndësi, çdo marrëdhënie është e çmuar, sepse nuk do të zgjas përgjithmonë. Dhe kjo na çon në një realizim të thellë. Toka nuk po vdes sepse ka dështuar, po vdes sepse është pjesë e një universi ku gjithçka ka një cikël. Lindja, rritja, pjekurja, rënia, vdekja, dhe pastaj, në disa raste, rilindja. Yjet lindin nga rreth e gazit, rriten duke djegur hidrogjeni, Picën duke krijuar elemente të rënda, bjen duke shpërthyer në supernova. Vdesin duke lënë pas vrima të zeza ose yje neutron, dhe materialet që lëshojnë formojnë yje të rinj. Cikli vazhdon. Planetet formohen nga disku i pluhurit rreth yjeve të rinj, ftohen, zhvillojnë atmosfera, disa zhvillojnë jetë. Jeta evoluon, bëhet komplekse, dhe pastaj, kur i liplaken, planeti vdes. Por elementet që përbëjnë atë planet, atomet që ishin pjesë e qenieve të gjalla, shpërndahen në hapësirë dhe bëhen pjesë e planetëve të rinj, jeta e re. Pra vdekja e tokës nuk është një fund absolut, është një transformim. Atomet që përbëjnë trupin tuaj sot ishin dikur pjesë e një illi që shpërtheu para 5 miliard vjetësh. Dhe pas 5 miliard vjetësh të tjerë, ato atome do të jenë pjesë e diçkaje tjetër, ndoshta një planeti tjetër, ndoshta një formë tjetër jete. Në këtë kuptim, asgjë nuk humbet vërtet, vetëm transformohet. Energjia nuk shkatërohet, vetëm ndryshon formë. Materia nuk zhduket, Vetëm riorganizohet. Dhe ndoshta, në një mënyrë që ne nuk e kuptojmë plotësisht, edhe informacioni,
edhe modelet, edhe strukturat që krijojmë vazhdojnë në një formë tjetër. Kjo nuk është misticizëm, është fizik. Ligji i parë i termodinamikës thotë se energjia totale e një sistemi të mbyllur mbetet konstante. Ligji i dytë thotë se entropia rritet, që do të thotë se gjërat bëhen më të çrregullta. Por edhe në kaos ka modele, edhe në çrregullim ka strukturë. Dhe këtu është pyetja që fizikanët po debatojnë. A mund informacioni të mbijetojë vdekjen e një sistemi? Kur një ill shpërtyen, a ruhet informacioni për atë që ishte? Kur një planet shkatërrohet, a mbetet gjurmë e jetës që mbante? Disa fizikanë thonë po. Argumentojnë se informacioni nuk mund të shkatërrohet, vetëm të shpërndahet, që çdo gjë që ndodh lë një gjurmë në strukturën e hapësirës dhe kohës, që universi ka një lloj kujtese. Të tjerë thonë jo. Argumentojnë se kur entropia arrin maksimumin, çdo informacion i dobishëm humbet, që në fund gjithçka bëhet një sup i një trajtshëm i grimcave pa strukturë, pa model, pa kuptim. Ne nuk e dim se cili grup ka të drejtë, dhe kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të pranojmë. Ka pyetje themelore për natyrën e realitetit që ne thjesht nuk i dim përgjigjet. Ne nuk e dim nëse vetdia mund të ekzistojë pa trup biologjik. Ne nuk e dim nëse ka dimensione të tjera përtej 4 që përjetojmë. Ne nuk e dim nëse koha është lineare apo ciklike. Ne nuk e dim nëse universi ynë është i vetmi apo një nga pafundësisht shumë. Dhe këto nuk janë vetëm boshllëqe në njohuritë tona, janë kufi themelore të asaj që mund të dim me mjetet që kemi. Sepse ne jemi pjesë e universit që po përpiqemi ta kuptojmë. Jemi si një sy që përpiqet të shohë veten. Është e mundur deri në një pikë, por ka kufi të brendshëm. Heisenbergu tregoi se nuk mund të dish njëkohësisht pozicionin dhe shpejtësinë e një grimce me saktësi të përsosur. Gödeli tregoi se çdo sistem logjik mjaftueshëm i fuqishëm përmban pohime që janë të vërteta, por të paprovueshme brenda atij sistemi. Këto nuk janë kufizime teknike, janë kufizime themelore të vetë natyrës së njohurisë. Pra kur shkencëtarët e NASA-s thonë se toka do të vdesë në 1 miliard e 100 milion vjet, ata po bëjnë parashikime të bazuara në ligjet e fizikës që kemi zbuluar. Por ato ligje mund të jenë të pakompletuara. Mund të ketë fenomene që ne nuk i kemi vërejtur. Mund të ketë procese që ndodhin në shkallë kohore aq të gjata sa ne nuk i kemi parë ende. Dhe kjo është arsyeja pse ndershmëria shkencore kërkon modesti, kërkon të thuash, këto janë përfundimet tona të bazuara në prova që kemi, por mund të gabojmë. Mund të ketë gjëra që nuk i dim. Mund të ketë surpriza. Dhe surprizat mund të jenë pozitive ose negative. Mund të zbulojmë se toka ka më shumë kohë se sa menduam, që ka mekanizma vetërregullues që ne nuk i kemi kuptuar, që jeta është më e qëndrueshme se sa parashikojnë modelet tona. Ose mund të zbulojmë se koha është më e shkurtër, që ka procese që do të përshpejtojnë fundin, që data e vdekjes nuk është 1 miliard e 100 milion vjet, por më pak. Ne nuk e dim, dhe kjo ignorancë nuk është diçka për të turpëruar. Është një pjesë themelore e kushtit njerëzor. Ne jemi qenie me njohuri të kufizuara në një univers pafundësisht stres kompleks. Dhe çdo gjë që kemi mësuar na ka treguar se sa shumë më tepër ka për të mësuar. Por këtu është gjëja e mrekullueshme. Edhe pse nuk dim gjithçka, dim mjaftueshëm për të bërë zgjedhje të informuara. Dim se dieli po bëhet më i ndritshëm. Dim se kjo do të ngrohë tokën. Dim se në një pikë temperatura do të bëhet shumë e lartë për jetën siç e njohim. Dhe dim se nëse njerëzimi dëshiron të mbijetojë, duhet të fillojë të planifikojë tani. Jo sepse kriza është e pashmangshme nesër, por sepse zgjidhjet kërkojnë kohë. Dhe sa më shumë kohë kemi, aq më shumë opsione kemi. Kjo është arsyeja pse të follurit për datën e vdekjes së tokës nuk është deprimuese, është çliruese, sepse na jep një kornizë kohore. Na thot, keni kohë, por jo pafundësisht. Përdoreni me mencuri. Dhe tani, pasi kemi udhëtuar nga shkalla kozmike deri te pyetjet filozofike, le të kthehemi tek diçka më e afërt. Ju që po dëgjoni këto fjalë tani. Ju që jeni të bërë nga atome që ishin dikur pjesë e yjeve. Ju që jeni produkti i 3 miliardë 800 milion vjetëve të evolucionit.
Ju që keni aftësinë të mendoni për të ardhmen, të kujdeseni për të tjerët, të krijoni bukuri, të kërkoni të vërtetën. Çfarë do të thotë kjo njohuri për ju? Çfarë duhet të bëni me faktin se toka ka një datë skadimi? Përgjigjja nuk është e njëjtë për të gjithë. Disa njerëz do të ndihen të motivuar për të punuar në zgjidhje teknike, Për të studiuar shkencën, për të zhvilluar teknologji, për të kontribuar në përpjekjen për të bërë njerëzimin një specie me shumë planet. të tjerë do të ndihen të thirrur për të punuar në çështje më të afërta, për të mbrojtur mjedisin, për të luftuar ndryshimin klimatik, për të siguruar që gjeneratat e ardhshme të kenë një planet të shëndetshëm për të jetuar. Vetë të tjerë do të gjejnë kuptim në gjëra që nuk kanë të bëjnë me të ardhmen e largët, në të dashurit e tyre, në punën e tyre, në artit që krijojnë, në njohuritë që transmetojnë. Të gjitha këto përgjigje janë të vlefshme, sepse e vërteta është se nuk ka një mënyrë të vetme të drejtë për të jetuar me këtë njohuri. Ka shumë mënyra sa ka njerëz, por ka një gjë që të gjithë mund ta bëjmë, të jetojmë me vetdije, të mos e marrim për të mirëqenë planetin që na mban, të mos e marrim për të mirëqenë jetën që kemi, të mos e marrim për të mirëqenë kohën që na është dhënë, sepse koha është burimi më i çmuar që kemi, më i çmuar se ari, Më i çmuar se energjia, më i çmuar se çdo gjë tjetër. Sepse koha është ajo që na lejon të përjetojmë, të krijojmë, të dashurohemi, të mësojmë. dhe çdo moment që kalon është një moment që nuk do të kthehet kurrë. Çdo ditë që jetojmë është një ditë më pak që kemi. Çdo vit që kalon na afron me një hap më shumë drejt fundit ton personal, edhe nëse fundi i tokës është 1 miliard vjet larg. Pra pyetja nuk është vetëm çfarë do të bëjë njerëzimi për të mbijetuar fundin e tokës. Pyetja është gjithashtu, çfarë do të bëni ju me kohën që keni? Si do ta përdorni? Çfarë do të krijoni? Kë do të dashuroni? Çfarë do të mësoni? Çfarë do të lini pas? Sepse në fund, kur gjithçka është tënde e bërë, kur të gjitha parashikimet janë bërë dhe të gjitha planet janë hartuar, ajo që mbetet është mënyra se si zgjodhëm të jetojmë, vlerat që mbajtëm, dashuritë që ndam, njohuritë që krijuam. Dhe këto gjëra, edhe pse nuk janë të përjetshme, kanë një lloj të përjetësisë, sepse ndikojnë në të tjerët, përhapen, Transformohen. Bëhem pjesë e diçkaje më të madhe. Kur mësoni një fëmijë të leksoj, ai njohuri kalon tek ai, dhe ai do ta kalojë tek fëmijët e tij, dhe kështu vazhdon, gjenerat pas gjenerat. Kur krijoni një vepër arti, ajo prek dikë, dhe ai person ndryshon, dhe ndryshimi i tij ndikon në të tjerët, dhe efekti përhapet si val në ujë. Kur trajtoni dikë me dashuri, ai person ndjehet i vlerësuar, dhe kjo e bën më të mundur që ai të trajtojë të tjerët me dashuri, dhe kështu dashuria shumëzohet. Pra edhe pse jeta juaj individuale është e shkurtër, ndikimi juaj mund të zgjasë shumë më gjatë. Jo në mënyrë të drejtë për drejtë, jo në mënyrë që mund ta gjurmoni, por në mënyrën se si veprimet tuaja ndryshojnë botën dhe ato ndryshime krijojnë ndryshime të tjera dhe modeli vazhdon. Kjo është e vetmja përjetësi që ka rëndësi, jo të jetosh përgjithmonë, por të lësh diçka që vazhdon pas jush. Dhe tani, ndërsa po i afrohemi fundit të kësaj historie, le të kthehemi tek pyetja me të cilën filluam. Pse NASA ja e di datën e vdekjes së tokës, por nuk e tregon hapur? Përgjigjja, siç e kemi parë, është komplekse. Është pjesërisht sepse njerëzit nuk janë të përgatitur ta dëgjojnë. Është pjesërisht sepse duket shumë larg për të qenë urgjente. Është pjesërisht sepse institucionet janë konservatore. Por ka një arsye tjetër, më e thellë, sepse të dish datën e vdekjes nuk është domosdoshmërisht e dobishme. Çfarë do të bëni të ndryshe nëse do të dinit se do të vdisnit saktësisht në moshën 75 vjeç? A do të jetonit ndryshe? A do të bënit zgjedhje të ndryshme? Ndoshta, por ndoshta jo. Sepse e vërteta është se të gjithë e dim se do të vdesim. Nuk e dim kur, por e dim se do të ndodh. Dhe megjithatë, shumica e njerëzve jetojmë sikur të ishin të përjetshëm. Shtyjnë gjërat për më vonë, marrin për të mirëqenë njerëzit që duan, harqojnë kohë në gjëra që nuk kanë rëndësi. Pra problemi nuk është mungesa e informacionit, Është mungesa e vetdijes, mungesa e aftësisë për të jetuar me ndërgjegje të plotë të përkohshmërisë. Dhe kjo është arsyeja pse kjo histori nuk është vetëm për tokën, është për ju, për mënyrën se si zgjidhni të jetoni duke ditur se asgjë nuk zgjat përgjithmonë.
Sepse nëse mund të jetoni me atë vetdije, nëse mund ta përqafoni përkohshmërinë në vend që ta friksoheni, atëherë çdo moment bëhet më i çmuar. Çdo marrëdhënie bëhet më e thellë, çdo përvojë bëhet më e pasur. Dhe kjo është dhurata paradoksale e vdekjes. Na mëson të vlerësojmë jetën. Na kujton se koha është e kufizuar. Na detyron të zgjedhim se çfarë ka rëndësi. Pra ndoshta arsyeja pse NASA-ja nuk e tregon datën e vdekjes së tokës, nuk është se duan ta mbajnë sekret. Është se e din se data nuk është ajo që ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se çfarë bëjmë me kohën që kemi. Dhe kjo është e vërtetë, si për planetin, ashtu edhe për ne si individ. Nuk ka rëndësi nëse toka ka 1 miliard vjet ose 10 miliard. Ajo që ka rëndësi është se çfarë krijojmë, si trajtojmë njëri tjetrin, çfarë lëm pas. Sepse në fund, kur yjet fiken dhe oqeanet avullojnë dhe kontinentet shkrihen, ajo që do të ketë rëndësi nuk është sa gjatë zjati, do të jetë se sa mirë jetoj. Dhe kjo është nësimi përfundimtar i datës së vdekjes së tokës, se jeta nuk matet në vite, por në momente. Jo në sasi, por në cilësi. Jo në zgjatje, por në thellësi. Pra ndërsa qëndroni këtu, në këtë moment, në këtë planet që rrotullohet në përhapësirë me shpejtësi 30 km në sekond, rreth një illi që po digjet ngadalë, në një galaksi që po lviz nëpër një univers në zgjerim, pyeteni veten: çfarë do të bëj me kohën që kam? Jo në 1 miliard vjet, jo në 100 vjet, por sot, tani, në këtë moment. Sepse ky moment është i vetmi që keni me siguri. E kaluara ka shkuar, e ardhmja nuk ka ardhur. Gjithçka që ekziston është tani, dhe tani është kur jetoni. Tani është kur dashuroni. Tani është kur krijoni. Tani është kur zgjidhni se çfarë lloj personi do të jeni. Pra mos e shpenzoni duke u shqetësuar për fundin, shpenzojeni duke jetuar filimin. Sepse çdo moment është një filim, çdo frymëmarrje është një mundësi e re, çdo zgjedhje është një shans për të filluar përsëri. Dhe nëse e bëni këtë, nëse jetoni me vetdije të plot të përkohshmërisë dhe çmuarshmërisë së çdo momenti, atëherë nuk ka rëndësi kur vjen fundi, sepse do të keni jetuar me vërtet. Dhe kjo është e vetmja gjë që mund të kërkojmë. Jo përjetësi, por jetë të vërtet, të plot, të ndërgjeshme. Sepse në fund, data e vdekjes së tokës nuk është një dënim, është një kujtesë, një thirrje për të zgjuar, një ftesë për të jetuar me intensitet më të madh, me dashuri më të thellë, me vetdije më të plot. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, nëse mjaftueshëm njerëz e kuptojnë këtë, nëse mjaftueshëm njerëz zgjedhin të jetojnë me atë vetdije, atëherë njerëzimi do të gjejë një mënyrë për të mbijetuar. Jo sepse ka teknologjinë më të mirë, por sepse ka mësuar mësimin më të rëndësishëm, se jeta është e çmuar pikërisht sepse është e përkohshme. Dhe me atë mësim, çdo gjë bëhet e mundur. Edhe shpëtimi i një planeti që po vdes, edhe krijimi i një të ardhmeje që sot duket e pamundur, edhe transformimi i një specie që sot duket e humbur në diçka që mund të udhtojë në yje. Sepse nëse ka një gjë që historia e jetës në tokë na ka mësuar, është kjo. Jeta gjen një mënyrë, jo sepse është e lehtë, por sepse është e domosdoshme. Dhe ne, si bartës të vetdijes në një univers që përndryshe do të ishte i pavetdijshëm, kemi një përgjegjësi. Jo vetëm ndaj vetes, por ndaj gjithë asaj që erdhi përpara nesh dhe gjithë asaj që mund të vijë pas nesh. Të jetojmë, të krijojmë, të dashurohemi, të mësojmë, të transmetojmë. Vetëm mos harrojmë kur se çdo moment është një dhuratë. Çdo frymëmarrje është një mrekulli. Çdo ditë është një mundësi. Sepse ne jemi universi që po bëhet i vetëdijshëm për veten. Jemi ijet që po mësojnë të mendojnë. Jemi koha që po mëson të dashurohet. Dhe kjo është më e mrekullueshme se çdo përjetësi. Kjo është më e çmuar se çdo datë skadimi. Kjo është arsyeja pse jeta ka kuptim, edhe kur e dim se do të përfundoj. Sepse kuptimi nuk vjen nga zgjatja, vjen nga thellësia. Dhe thellësia është diçka që mund ta zgjedhim. Çdo ditë, çdo moment, çdo frymëmarrje. Pra zgjidheni, jetoni thellë, dashuroni thellë, krijoni thellë. Dhe kur vjen fundi, pavarësisht kur vjen,
do të dini se jetuat me vërtet. Dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi.